Politika është në kërkim të pushtetit, ku në 11 maj, fal votave që do të marrë secili subjekt, do të shtri pushtetin e tij në vitet e ardhshme, dikush si forcë qeverisëse, e dikush si forcë opozitare, dikush si alternativë re, e dikush do të jap fund pushtetit ndërvjeçar. Por marrja e këtij pushteti i bën këta persona subjekte të SPAK, jo vetëm për shkak se futen në fushën e kompetencës së hetimit nga prokuria e posaçme antikorrupsion, por edhe për shkak se ky institucion ka futur në rreth të kuq procesin elektoral duke zbritur në terren. Këto fjali tha vetë drejtuesi i SPAK, Altin Dumani, i cili foli pa dorashka gjatë raportimit vjetor përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Qenja mes kolegësh duket se i kishte shtuar komfortin për t'i thënë gjëra troç, se prokuroria e posaçme është në një betejë të vazhdueshme me individ që kanë të veshur kostumin e shtetarit, apo edhe në ato të rendit dhe të sigurisë. Edhe krimi është apo subjektet e procedimit penale janë inovator. Ka iku, shikojmë për shembull në hetime, shikojmë që ka iku për shembull në rastet e korrupsionit, të ralla janë rastet kur është komunikimi drejt për drejt mes atit që jep dhe atit që merr. Por mekanizmat ligjor, dhe këtu tash me modesti, ekzistojnë. Por tashmë për të evituar këto mekanizma ligjor, subjektet e veprës penale tashmë janë bërë më të sofistikuar, siç e kemi thënë, përdorin këto skema për të humbur gjurmët e paras, që është përfitim pa rregullt. Aksionet e vazhdueshme të SPAK kanë rritur edhe më shumë kreativitetin e zyrtarëve të korruptuar, gjë të cilën Dumani filloi ta shpjegonte thjesht, që paraja të shkojë te xhepi i zyrtarit të korruptuar, duhet të kalojë disa herë dorë më dorë, në mënyrë që ai të pastrohet rrugës. Një skeme përshkruar qartë në dosjet hetimore të Erion Velie dhe Ilir Metës, krijoi dyshimin e arsyeshëm se këta individ kishin përfituar para nëpërmjet personave të tretë apo të katërt. Tashmë për përfunduar paraja të xhepi i subjektit, i cili në këtë rast është një zyrtar publik, krijohen disa mekanizma, krijohen disa persona juridik, persona fizik, transaksion pas transakcioni, transakcion pas transakcioni, për të humbur gjurmët dhe pas një procesi dhe një zinxhiri transaksionesh, paraja përfundon tek autori i veprës penale, te zyrtari publik. Dhe këtë kemi thash nga hetimet konkrete që kemi patur, që na e kanë provuar këtë gjë. Mes metodave të sofistikuara të krimit, është edhe rekrutimi i oficerëve të lartë të policisë së shtetit, apo edhe magjistratëve, si prokurorë gjyqtar, në mënyrë që aktiviteti i tyre ilegal të vijojë i qetë. Siç rezulton edhe nga hetimet tona, edhe gjatë vitit 2024, ne kemi patur procedime penale në të cilët janë hetuar, arrestuar punonjës të policisë së shtetit, kryesisht për lidhje me krimin organizuar, që një pjesë e grupeve të krimit të organizuar, dhe po flasim për funksionarë të nivelit të mesëm apo dhe të lartë të policisë së shtetit, të përfshirë në krim të organizuar, siç ka pasur raste edhe për kolektan, prokuror, apo edhe gjyqtar në një rast. Por patjetër ky fakt që janë proceduar punonjës të policisë së shtetit për vepra penale të ndryshme, qoftë për krim të organizuar apo qoftë për korrupsion, nuk bën pjesë gjithë policinë e shtetit. Në raportin e tij vjetor, Dumani kujdes të ishte i vetëpërmbajtur, sa i takon suksesi të institucionit që ai drejton,
dhe nuk përmendi asnjëherë emra zyrtarësh të lartë, të cilët janë arrestuar, por sigurisht përshkrimi që i bënte aksioneve të SPAK në mënyrë indirekte lakonin emrin Erjon Veliajt. Sipas tij, këto arrestime, si ai Ilir Metës, Ali Berishës apo Erjon Veliajt, janë ende hapa modest, duke paralajmëruar aksione të tjera për të luftuar pandëshkueshmërinë. Po institucion 5 vite nuk jashtë, dhe konsiderohet 5 vjeç, akoma nuk i futur në klasë parë sa i filluar të shkosh në poshtë. Por, ose parashkollor, si quhet. Por, si që mund të interpretosh, dhe 5 vite janë mjaftueshëm për të konsideruar një institucion i maturuar etj. Ajo që mund të them unë, në drejtësinë e drejtuesit të prokurorisë së posaçme, por edhe si prokuror i prokurorisë së posaçme, është që në këto 5 vite, institucioni ka demonstruar që është i aftë, profesionalisht, është në gjendje të ushtrojë ndjekjen penale ndaj kujdo që kapën në shkelje të ligjit, pavarësisht pozitës së tij, pushtetit, pozitës të shoqëri apo pushtetit në zonën, qoftë pushtetit politik, pushtetit ekonomik, apo qoftë edhe subjektit profitit të lartë të krimit të organizuar. Edhe në prezantimin e platformës që kam bërë para Këshillit 2 vite sa muajsh, ajo që kam deklaruar para jush ka qenë që duhet të kemi një institucion që për të cilin e rëndësishme të jetë prova dhe jo emri i Këshillit. Dhe ne po punojmë në këtë drejtim, kemi bërë hapa modest, nuk më flas për sukses, hapa modest në drejtim të dhënies fund të kulturës së pandëshkueshmërisë,